12.000 hajt euro që i kishe fituar, se e ka vendosur në bazë 2.500 euro fitore të Shqipërisë, ma dërgoj këtë parandeshës, unë e afishova parandeshës, edhe tani është mirë që ta vendosim në sipërfaqe, sepse Bleroni Asnjë bastore s'ka favorizu Shqipërinë. Të gjithat kanë favorizu Serbinë. Bleron, pse bëre këtë vendosje të bazës fillimisht, se këtu është esenca fillimisht e lidhjes dhe më pastaj do të vijmë me çështjet e tjera. Sfaki, faqe për të Balzoni, do të mundohem ta injoroj më gjatë. E di që është e vështirë, po përpiqu të lutem. Po, shiko, kisha një parandjen fort që ka arë momenti ju. Mendoja në fakt që do të fitoni më shumë se 1-0, na i prishin edhe mbajra në fund. Por se dhe qoftë fitona ishte e ardë, nuk është që ishte një loj kushe disa pravoroze, le themi shumë nervoz gjatë gjithë kohës, po me rëndësi është që imposhtë me gjithë ka arkoa mos me u pajtu prap me Alim Matoshin. Nuk kemi lujtë në Serbi, po kemi lujtë në Shqipëni edhe kësaj radhe. Se në fundit dhe Skopje është njëna prej vendeve tona që na i kanë marrë me asimilim, apo jo. Halil, këto e ka një goditje nga distanca për ty. Po, edhe ky Afim Spahiu, apo Bufi. Fatmir Spahiu. Fatmir Spahiu, po kishte shku një status sot shumë simpatik, thot më u pas lujt 1877 na ishmi vendas, dhe me thonë aty, kështu që në regull jemi. Ashtu është. Pse vendoset ta bësh bastin, Bleron? A e bëre kështu për motive patriotike, se askush nga ta kujtojë në kush janë bastorët kryesore në botë, William Hilli, edhe të tjerat nuk e favorizonin Shqipërinë. Sa ishte koeficienti dikon 10 kam përshtypje koeficienti për të fituar Shqipëria, po. Po, shiko, e kam bërë njëtën gjë dhe me Portugalin. Kur bastorët janë parësishme, sa i përket gjastave të Shqipërisë, atëherë unë jam shumë interesuar që të sfidoj këto gjasta jo reale dhe e kisha qëllim një donacion specifik për 10.000 euro dhe vura bastin mjaftueshëm që ta mbuloj këtë donacion. Okej, donacionin e vendose ku me bo se unë kam disa propozime. Si thash e kisha me paramendim, por s'ka problem, ti e di kur shtrem që sa në fratën jam i gatshëm. Po, absolutisht. Që po ma jep mu drejtë të jap ato propozimin për donacion? Jo, ta jap ty. Jo, po thëmë, mos ma jep mu drejtën unë ta vendos. Propozimin. Po, jo, s'ma problem, kur dush për shtrem, e din që e ki besimin të më plot. Absolutisht po. E kam thonë sa herë, sa media që jena zëtari e një preferuar. Faleminderit shumë edhe unë e vlerësoj shumë këtë. Them drejtën, nuk e dia ka marrë guximin dikush të vendos një shumë të tillë parave. Shembull për neve 2.500 euro që është goxha shumë para. Dhe nuk e di që për ty nuk është shumë, ti që merresh me bursa ndërkombëtare të Wall Streetit atje. Apo për neve shumë. Po nevo gjysave s'punë. Për neve për Alinin është një 2 muaj punë. Na i kemi të ndaluara bastorët. Jo, po në rrafshin ndërkombëtar. Bastorët i kemi të ndaluara kështu në Kosovë, po në rrafshin ndërkombëtar ato s'janë ndaluara. Jo, në Amerikë nuk janë ndaluar. Tani e kam një problem. Po, në Amerikë tamam puna është Las Vegasi, që ti të ndaluar. Bleron, tani problemi kryesor është kështu. Kur thot Bleroni diçka që ndodh në zgjedhje, atëherë duhet friksohen se me këtë fitore që do mendojnë për parashikimin tonë për zgjedhje. Leotrimi thash zotit, ta ketë drejt Bleroni dhe për zgjedhje lokale dhe në rregull jemi. Shiko, e kam pasur edhe para 4 vitesh, parashikimi i zgjedhjeve lokale me metodat që unë përdor është jashtëzakonisht e vështirë. Domethënë, kërkon prekje të sentimentit në vend. Nuk mjafton t'i marrësh paramasat vetëm online, për arsye se ke koncentrim shumë specifik të njerëzve që janë pjesëmarrës online dhe të mungon domethënë një shtresë votuesve që janë decisive
po të cilët nuk i prek. Për shembull,